Big Brother VIP Kosova sonte mbyll perdet për edicionin e 4 radhaze. Pyetja mbetet se kush do t'i mbyll ato, kush është fituesi apo fituesja e këtij edicioni. Të njëjtën pyetje, por pak më ndryshe, edhe mediumi NII News Kosova ju ka bërë ndjekësve të saj përmes platformës digjitale YouTube, ku për 48 orë kanë votuar shumë ndjekës, e që fituesi në këtë televotim duket të jetë lëndrimi, duke fituar edhe vëmendjen e publikut me karakterin e tij dhe po ashtu edhe hijeshin e tij. Votat e publikut në këtë televotim qëndrojnë kështu: lëndrimi 24%, Eliona 43%, Ludolli 8% dhe Klodi 4%. Në këtë televotim kemi përfshirë vetëm 4 banorë me përjashtim Hygertën, duke qenë se Hygerta nuk qëndron të jetë në pikën më të fortë aty në fitore. Gjithsesi duket se në dyshën finaliste, publiku dëshiron të shohë lundrimin dhe Elionën me shumë gjas nga pëlqyeshmëria dhe po ashtu edhe votat vet duket se duhet të fitoj lundrimi, por që në televotimin e Big Brother VIP Kosova është votuar më shumë lundrimi apo Eliona apo edhe banorë të tjerë, kjo mbetet ende e pazbuluar dhe pritet të zbulohet pikërisht sonte nga ora 21. Mos të harrojmë se së fundmi një tjetër faktor shumë i rëndësishëm për një ndihmë ndoshta që mund ta ndihmojë lëndrimin për ta fituar këtë edicion të 4 mund të jetë edhe veprimi i fundit i Demet Özdemir, thënë kështu një sonit me emrin e saj në serialin e Shefryja. Për të gjithë ju që e njeni, e dini se sa e famshme dhe sa e pëlqyer është aktoreja, edhe lëndrimi e pëlqen dhe ka përmendur në këtë edicion. Dhe po ashtu, ajo video ka rritur deri tek aktoreja që t'ja marrë vëmendjen dhe ta bëj të ndjek edhe në rrjetin social Instagram lëndrimin së fundmi. A mund që ky follow të dërgoj edhe më afër fitores lëndrimin? Kjo mbetet për të parë.